Ke parë kultin e individit tek Dumani, tek fryma e grupit që ata përmendën, apo dhe si duhet jetë shembulli atyre që duhet të ndjekin në vijim prokuroria apo vetë Braho tashmë si i zgjedhur? Po tani kulti i individit është relativ. Shpeshherë kulti i individit mund të ketë dhe faktor pozitiv, për protagonizmi në drejtim është ajo pasioni, ego për ta çuar përpara dhe po ta vëmë re në një farë mënyre. Ka një lloj konkurrence, në konkurrencë pozitive ku tashmë secili nga prokurorët e prokurorisë speciale tentojnë që të garojnë ose të marrin merita për çështjet të cilat hetojnë. Ne shpeshherë jemi të orientuar te 2-3 çështje politike, po në fakt puna e SPAK-ut nuk është vetëm ajo. Ka një volum dhe një dinamik shumë të madhe në hetimin e shumë veprave penale. Që sidomos kur ndahen mes krimit dhe korrupsionit. Patjetër. Po ta vëmë re, madje po ta vëmë re nga mesazhet e Departamentit Amerikan të Shtetit deri tek urimet e ambasadës etj. Më shumë fokusohen te krimi organizuar dhe te kartelet sesa tek korrupsioni dhe politika. Pra, në një farë mënyre, ne i japim ton gjithmonë debatit politik dhe mediatik sepse tërheq vëmendjen, ka klikime, ka interes për publikun, arrestimi i një ministri, por për faktorin ndërkombëtar, hetimi i krimit organizuar përbën. Dhe kjo është dhe një nga arsyet pse ata e konsiderojnë partner SPAK-un. Më ngacmove pak Kreshnike dhe po më vinte ndërmend në fakt se si menjëherë ambasada Klodian Brahon e uroi nominalisht, ndërkohë kur zgjedhet kryeministri i ri i Shqipërisë nuk kemi ende një urim nominal për zotin Rama. Gjithsesi, po. Shiko, sepse në radhë parë duhet kuptojmë që Klodian Braho, pra kryeprokurori i ri i SPAK-ut, nuk është një njeri i panjohur për ta. Një nga arritjet që ka prokuroria speciale është bashkëpunimi me Obdatin, me Icitapin, me disa organizata. Bën Ramën më pak të njohur për ta, gjithsesi. Po, Rama nuk është projekti amerikan. SPAK-u është projekt amerikan. Jo, Rama ka projekt të vetë reformën në drejtësi, kështu ka thënë. Por Rama është një... Se kjo punë mban me bukur. Kushe bëri veza punën... Kishte, nuk e ka ma. Se nuk mban me kjo punë. Po, që të kthejmë te kjo, do më thënë se nga humori... Nga humori na del një tezë. Sot, pas gjithë ngjarjeve që kanë ndodhur, një gjë është e qartë, që prokuroria speciale nuk është një organizatë politike dhe nuk është e varur nga qeveria. Apo nuk është e varur nga politika. As nga Soros i Krishnik, as nga Soros. Akuzat e deri djeshme që SPAK-u është organizatë e Partisë Socialiste, Dege, Edi Ramës, etj. E Soros i thoshtë, Soros. Nuk ka njeri që t'i besoj. Është jashtë kontrollit politik, thua. Unë mendoj që është jashtë kontrollit politik. Sigurisht mund të ketë, sepse në fundit çfarë tham, që ka një lloj decentralizimi. Ne jetojmë në Shqipëri, në një vend me pak banor, ku gjithë njohin njëri tjetrin, ku vinë nga krahina dhe qyteza të vogla shpeshherë, ku njihen që në fëmijëri dhe influenca mund të ketë, kështu individuale, por unë flas për kontroll politik, do të thotë që të jetë një dosje të të marrë kryeministrin në telefon apo ministri dhe të thotë pushoje çështjen. Askush nuk ka guxuar, tha Adnan Xholi, të më marrë në telefon, sepse nëse do ta bënte do të tillë, do të quhej vepër penale. Padyshim. Okej, mirë, do diskutojmë. Meqë Adnan Xholi ka bërë një prezantim shumë dinjitos. Për hir të vërtetës. Prokuror nga më të cilësorë. Prokurorët kanë pasur prezantim që katër e bën shumë të mirë. Duhen vlerësuar. Musa Belliu Një nga setet që kemi